Dhe vazhdojmë te Mr. X, shumë faleminderit që erdhe sot. E kisha me shumë dëshirë këtë podcast sepse I kam parë punën tënde dhe është fantastike. Faleminderit shumë. Edhe unë me zi kom prit marrë të te. Edhe ja ku jam sot edhe ndihem shumë mirënjohës. Gjithashtu. Do fillojmë direkt te jeta jote, të futemi Si ta para kesh se të më vazhdojmë mbarti. te biznesi, okay. Patjetër. Do ma fillosh njërë gjithën te si e ke filluar gjithë të gjën, do me thënë nga çfarë je inspiruar, pse mendon se kjo ka qenë gjëja që ti duhet bësh, se e shoh që e ke me pasion se gjithë ato punë bukura nuk ka se si tjetë ndryshe. Po. Në fakt, unë kohën kur filloj me social media, Facebook dhe Instagrami, fillova me I postu disa veshjet mia që I kisha bërë për qef timen, bëj edhe ca çanta, kështu aksesore gjërash, edhe njerëz filluan Në çfarë moshe? 21, kështu diçka e tillë. Okay. 2015, kështu diçka. Do me thënë ti shkollën e ke bërë, kur e ke ditur që ta fillojmë, do me thënë, kur e Jo, ke ditur që kjo ka qenë? këtu filloj, do me thënë I postoja këtu gjërat, edhe pastaj njerëz filluan ta pëlqejnë dhe të më pyesin dhe po I shitja gjërat e mia në rrjetet sociale. Edhe pastaj unë kisha mbaruar bachelor për business administration. Edhe pastaj gjëja u bë më interesante, më serioze, thash mase duhet ta marr I çik me seriozitet me që njerëzit I pëlqejnë gjërat e mia. Dhe ashtu filloi, domethënë pa plan. Në fakt një ndër ata njerëz që më ka shty krejt Desha fillim. të të pyes, a ka qenë ndonjë bisedë ndoshta që të ka inspiruar ose ndonjë person ose Po, ishte një gazetar që kemi ne shumë të njohur në Kosovë, Vloriana Halili. Dhe ishim ne kështu një tip shoqërie dhe po flisnim. Edhe ai në atë kohë ishte shumë I shoqëruar me Encën. Domethënë unë ende nuk e kisha hap lokalin tim. Thjesht po bëja këto gjërat, ishte kështu cool. Atelien. Young guy. Që po eksperimenton dhe ishim duke lëviz me makinë me Vlorianin dhe në atë minutë e thirr Enca, thjesht po flisnin kështu gjëra. Ai tha jam këtu me një designer, tha ajo po bënte spotin edhe më tha ky do t'i bëj veshjet. Domethënë unë nuk e kisha idenë se çka do ndodhi. Me këtë lloj lidhje. Jo, fare. Dhe Vloriani ishte ai një ndër iniciatorët, edhe me të thënë drejtën, kjo ka qenë koha kur gjëja mori kështu më me seriozitet, dhe filluam bashkëpunimet me Encën, edhe në atë kohë Enca realisht ishte një ndër top singers në atë kohë me OTR që bëre këto bashkëpunimet e kështu. Edhe në Kosovë pëlqej shumë, po edhe në Shqipëri. Edhe aty filloi gjithë ajo fama e pa planifikuar. Edhe pastaj hapa lokalin, pastaj filluan dhe bashkëpunimet me këngëtarët e tjerë, po ky është ai fillimi. Lokalit po I referohemi biznesit, do të thënë se këtu lokali janë kafe, Atelies time në Prishtinë, aty filloi edhe kështu nisi gjithë gjëra. Pastaj këngëtarët e tjerë erdhën gjithë mas Encës, edhe Enca do me thënë ka qenë e para, me Encën ke një ndër punuar. fytyrat publike që kemi punuar ka qenë Enca. Dhe kjo ishte domethënë e pa planifikuar, e pa menduar. Unë realisht nuk e kisha ende atë titullin kreator mode. Thjesht ishte Vloriani që na vëri në kontakt sepse mendoj që ai ka një eksperiencë shumë të madhe në showbiz dhe me thënë drejtën ka zbuluar edhe shumë celebrity ose artistë të tjerë, gjithë ata që njerëz që I ka marrë intervistë. Kanë qenë emra që I kanë nxjerrë ky dhe pastaj u bën edhe të njohur. Ti kishe eksperiencë me showbizin, do me thënë para kësaj, nuk kishe takuar ndonjëherë? Jo, thjesht me Vlorianin ishim shoqëri dhe asnjë celebrity tjetër ose showbiz. Unë isha 20-21 vjeç në atë kohë dhe nuk është se Kishe emocione kur ke bashkëpunuar fillim me Po, emisionet ishin nga këto që ti ishe mësu me I pa njerëzit në për televizion e kështu gjërash, edhe kur I takoje live ishte diçka keq ndryshe dhe një ndjenjë keq ndryshe. Normalisht pastaj dhe në këto fillime puna që ti bëje paraqiten në një audiencë shumë të madhe nga ndjekësit që kishin këngëtarët për shembull në rrjetet e tyre sociale, për dallim nga ajo që bëjmë tek klientat. Edhe ishte një emision vetë, domethënë një gjë e bukur. Cilat janë disa emra të tjerë që ti ke bashkëpunuar? Se ti tani merresh vetëm me meshkuj. Po. Do shkojmë prapë tek ajo linja e jetës, po ndalojmë pak këtu, domethënë. Po. Realisht unë fillova me të mashkujve nga ato gjëra që I bëja edhe për vete, po edhe sot për shembull nëse kam një kërkesë të një X klientës që do patjetër që ta bëjmë veshjen edhe bëjmë, po realisht në shesim më shumë të mashkujve.
Edhe pastaj nga Enca filluam me emra të ndryshëm, qëndruam dhe pak në Shqipëri me Gjensilën, bëm kampanjën e Golden Eagle në atë kohë. Pastaj Ermaj Fizullau, Robert Berisha, Gjiko, një ndër bashkëpunimjet e bukura, edhe Elita Rudi, edhe shumë emra të tjerë që Yll Limane të tjerë. Emra top quality. Top quality, especially for that time, që ishte, domethënë, ishim me të vërtet ose këtë që kishim me Mozik, për shembull, Lebron nuk kishte një bashkëpunim me labelin e tyre, Mozik, Getinho, Kida, që ishte kjo kohë që ishim bashkë, dhe bëm një fans meeting te lokali im, te atelia ime. Ishte crazy. Meet and greet. Bravo, meet and greet. E bëm te atelia ime dhe ton ditën rrinin fansat e tyre te lokali, derisa të vinin këngëtarë, domethënë ishin top singers në... Ti ke shoqëri, mendoj, me këta përderisa keni bërë edhe këtë gjë. Patjetër, po. Dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë me gjithë këta emra edhe sot. Her pas here kurdo që kanë ndonjë projekt që veshjet e mia me projektin e tyre përshtaten, vazhdojmë bashkëpunimet edhe miqësor edhe profesionale. Absolutisht. Po kur I ke edhe këto ndjenjat genuine edhe gjërat normal që krijon edhe shoqëri, mendoj me njerëzit, se duket që je edhe shumë solar. Vazhdojmë te linja, domethënë, e jetës për biznesin normalisht, momentalisht. Domethënë, fillove këtu, pastaj hape dyqanin, se deri këtu ishe just online, freelancing. Po, isha online, kisha online shopping, sepse nuk ishte që kishte një audiencë të madhe ke në fillim fare. Pastaj në 2016 në maj, hapa lokalin e parë, edhe nga aty pastaj vazhdova dhe me lokal dhe me klientel pastaj më të gjerë deri sot. Sa kostume prodhon në muaj? Këtë se them dot. Bëj shaka se nga që kupton këto gjërat administrative, kështu gjëra. Nuk e dëshirë të betemi minimalist. Anonim te këto pjesë. Edhe te website-i, për shembull, po të hysh, nuk është se ke ndonjë payment official, se s'duat të bëj një retracking të gjërave. Thjesht ke një QR code që do lidhesh me neve në WhatsApp dhe pastaj. Everything goes underground. Më thej që e bën këtë pjesën, domethënë njerëzit ose mund të bëjnë request që të takohen me ty për dizajne specifike, ama ke edhe njerëz tjerë që merren me këtë punë? Ideja është si funksionojmë ne, domethënë brendi jon bëjmë veshje për klientët të cilët kanë një rast ose kanë një event që I duhet një veshje e bukur, speciale normalisht. Jo gjithmonë dëshirojnë të blejnë ato që janë të gatshme, por që të krijojnë nga fillimi. Dhe për me kriju një veshje nga fillimi është një lloj procesi, një lloj eksperiencë në vete. Ti je gjithmonë te çdo person që bën book diçka, domethënë, apo? Jo, it depends si bëhet marrëveshja, se për shembull unë lëviz midis Münchenit dhe Prishtinës. Tani në kohën kur jam në München, në dy lokacionet që ti ke. Në kohën kur jam në München dhe ti do të vish te lokali, normalisht është ekipa tjetër aty. Mirë po, nëse komunikojmë neve në rrjetet sociale ose numrar të WhatsApp, ne do të njoftojmë se kur do jem në Kosovë dhe kur në München dhe pastaj do bëhet një appointment dhe konsultohemi bashkë për veshjet që do I bëjmë. Dhe the procedura si funksionon? Gjithashtu ne funksionojmë shumë dhe online, për shembull kemi shumë të huaj që na shkruajnë nga vete të ndryshme të botës dhe gjithçka e bëjmë dhe online, domethënë konsultat, idetë. Tani po marrim për shembull një klient që është online, themi unë në Dubai, na çon ai përmasat e tij dhe ne gjejmë pastaj një model me përmasat e këtij personi që dhe fittings I bëjmë online. Domethënë ka kaluar në një tjetër nivel. Bravo, ky digitalizimi po na mundson këto gjitha gjërat e bukura. Edhe thjesht e bëjmë atë fitting online me masat e atij personi dhe pastaj që klienti ta ketë pak a shumë idenë se si do duket veshja dhe që pastaj kur të nisë me post që t'i arrijë ashtu siç e ka dëshiruar. Tani personi vjen aty, rri diku sa zgjat kjo procedura in person, domethënë si funksionon? Domethënë janë 3 steps. Stepi I parë ose fizik ose digital, gjithmonë janë e njëjta procedurë. Në këto 3 steps
hapa. Në tokë 3 hapa, po. Okej, besoj step se kuptojnë njerëzit kaq që i kam mësuar kaq anglisht. Jo, se ne në Kosovë kritikohemi shumë që flasim gjysmë anglisht, gjysmë shqip. Podcasti im prandaj, Zero Facts Given, kështu që do bëhen mix. Do të thënë, kemi një konsul, fillim do vishti do thosh, Reksi kam këtë event, dua këtë veshje, do konsultohemi, do i shosh materialet, gjitha do vendosëm, është ky hapi i parë. Hapi i dytë është fittings. Do bëjmë një fittings ose te ateljeja ime ose online, që ti shosh edhe një herë gjërat se nga ajo që ne vizualizuam ose që e menduam në skic, ti do ta shohësh edhe në si duket in real life. Ky është hapi i dytë që të bëhet fittings, pastaj është dhe fittings final dhe kur ti e merr në atë të njëjtën kohë. Pastaj po pati nevojë për ndonjë gjë të vogël për me u rregullu, rregullohet për pak orë dhe pastaj e merr atë veshjen që cilin, domethënë këto 3 steps. Kjo si procedurë e gjitha sa zgjat? Varet se kemi klientë që vjen edhe një vit përpara. Sidomos te dasmat, për shembull kur rezervojnë restorantin dhe këngëtarin që do e marrin në dasëm, themi vitin tjetër, në atë kohë rezervojnë dhe datën e kostumeve, sepse ne kemi një kapacitet të limituar sa mundemi me i realizu për në ditë dhe për shembull ka persona ndoshta 20 persona ose më shumë në ditë dhe nuk mund të marrë dot më shumë se kaq. Normalisht. Prandaj që gjithmonë është e mirë menduar dhe aranjuar pak më përpara. Okej. Kjo pjesa e dasmave se këtu në Shqipëri më duken pak meshkujt sikur a mendon se harxojnë aq sa duhet për kostume, do të thënë japin aq shumë rëndësi sa japin edhe dasmës apo mendon që nuk ndodhet kjo? Jo, nuk ndodh, me thënë drejtën. Unë i shoh mashkujt investojnë makina, investojnë në telefon ose diçka dhe nuk investoj shumë në veshje, although veshja është the first impression që ti e jep te njerëzit. Absolutisht. Qoftë në një takim biznesi ose ndasëm, domethënë harxojnë gjithë ato lek për eventin, për muzikën, për nusen. Kur vije puna te dhëndri, nuk është se, a kupton, nuk është se harxojnë lek ose e mirë mendojnë. Edhe mashkujt shqiptar janë kështu last minute më shumë, që ikin marrën një kostum edhe bën zgjidhje, mirëpo është ajo target audienca të cilën ne kemi edukuar në këto vitet e fundit dhe që janë aware që tek ne mund të bëhen gjërat për qefi, mund të bëhen gjërat që ata i pëlqejnë, mund të bëhen gjërat bukura, edhe mendoj që me avash pastaj edhe do krijohet kjo kultura edhe te ne që mashkujt cilët martohen të japin rëndësi pamjes, paraqitjes. Po, femrës që kam përballë që do e shohin. Se është dhe respekt edhe për veten e tij fillimisht, për dhëndrin, që ta respektoj veten me një veshje të mirë, me një që ndihet më confident, më bukur, por që edhe gjithë ato nuse me gjithë ato make-up dhe me gjithë ato fustane dhe kështu, që respektoj dhe atë që të përshtaten, a kupton? Pastaj meshkujt e ne shpenzojnë shumë makina dhe makina është në parking, ndërsa ty ndasëm vjen si veshja. Po, mendoj që po edukoheni çik këto kohët e fundit, siç e the edhe ti, domethënë. Edhe klikimet e tua janë kështu, janë më mirë se unë. Out of the roof për kostumet dhe gjërat, edhe fakti që ka klikime, domethënë që edhe interesi është aty, mendoj apo jo. Patjetër se po fakti që te ne si në Shqipëri si në Kosovë, dasma ka një rëndësi shumë të madhe, po edhe worldwide mendoj se është një event që ndodh një herë në jetë dhe nuk është se do martohesh 2-3 herë. Edhe pastaj njerëzit japin rëndësi, domethënë edhe si topic është shumë demanding kjo çështja e dasme, pastaj edhe njerëzit prandaj dhe ideja është që kur dikush martohet, nuk është se vetëm ai do kërkoj nusja, do kërkoj shoqëria për kostumet, e do kërkoj dhe familjarët, kështu që prandaj ky reach është nga një numër jo vetëm i dhëndrave, po gjithë atyre njerëzve që janë pjesë e dasmave, po që kemi 10 vite, domethënë bëjmë tani në maj, jemi gjithmonë aty sepse kemi një target group shumë niche edhe punën që e bëjmë, shërbimin që ofrojmë ne është shumë i veçantë dhe njerëz gjithmonë na gjejnë në mënyrën për marrjen e. Mendon që e ke më të lehtë punosh me meshkuj se sa me femra? Mendon që është më pak e komplikuar?
Unë fakt kisha një periudhë që u mora dhe më fustane, thjesht për të eksperimentu, Okej. po të them E nuk drejtën. ma the këtë shpar. Se po bëni mua bet shpar këtë detaj ma la jashtë. Jo, po thjesht sepse ishte një 2-3 vite se u mora me fustane, thjesht tash Mirë, kjo ta nuk është një provoj. periudhë e vogël, me thënë Jo, drejtën. nuk është. Në fakt eci shumë mirë dhe online, sepse kishte një interesim shumë të madh. Por që talenti dhe atë ekspertizën time se kam është më shumë tek këto veshjet e meshkujve, tek kostumet kryesisht, edhe eksperjenca është shumë ndryshe se sa më marrë me gocat. Edhe nuk e kam domethënë vetëm tek ekspertiza jote, sa e kam edhe në eksperiencë me njerëzit që ti po merresh. Po, është shumë më e lehtë me punu me djemt, me meshkujt. Janë kështu direkte, okay, ta lën ty ndor punën për Po, shembull? besojnë shumë, unë më shumë me thënë drejtën, sidomos të dhëndrat, më shumë komunikoj me numset se do martohen, Jo, nuk se ka sa me Okej, vetë dhëndrin, jep. sepse mashkujt e na janë, okay, po që happy wife, happy life, a Po, kupton? absolutely. Edhe- Po, that's a good thunder. Po, that's a good dhëndër. Edhe unë gjithmonë i them nuseve, po të respektojmë kë burrë sepse ne bashkarisht vim deri te ideja që çka është më mirë për të dhe që të përshtatet normalisht edhe me nusën sa më mirë edhe është si proces më i lehtë me mashkuj se sa me vajza. Ke pasur, domethënë, cili është kostumi më i çuditshëm për dasëm që ti ke bërë, nëse ke pas ndonjë gjë kështu out of normal. Ne gjithë i kemi kështu Ndoshta në auto. ngjyra, ndoshta normal. në Interesantja, ne bëjmë gjithmonë gjërat i kemi shumë personalizuara. Do të thënë klienti ka mundësinë që edhe materialin e sipërm të kostumit edhe të mbrëmshëm, si themi ne ostar, që ta printoj me gjërat e tyre ose për shembull te martesat kryesisht është një lidhje 5-6 vjeç, edhe ata këtë lidhje pastaj e kurorëzoj me martesë dhe i bëjmë gjithë ato foto që kanë çifti 5-6 vite këtu brenda të ostari dhe ajo koha që kanë kalu bashk është gjithmonë kujtim te kjo. Këto janë veshjet më cute. Mirë po të njëjtën gjë i bëjmë edhe me njerëz që janë pasionant për shembull të gjërave, motoristat themi ose ardashtet e pikturës, bëjmë ato pikturat e çuditshme për shembull dhe i printojmë materiale dhe I kam parë këto gjëra super cool. Dhe këto janë ato më interesantet, më fun to work with, që nuk janë shumë basic, janë shumë të lezetshme për me punu bashkë edhe këto janë ndoshta një ndër ato veshje të cilat gjithmonë na kujtohen kur flasim për veshjet e Mr. X. Okej. Tani nëse vi unë për shembull si femër edhe them dua një kostum serioz me këto kune, stuff or whatever, edhe dua ta bësh domethënë si për meshkuj, po tip unisex. Po. A është e njëjta procedurë që funksionon edhe për një mashkull apo ka tjetër prerje, tjera gjëra? Patjetër. Për shembull, ka kostumet që bëhen për vajza janë pak më tjetër në konstruksion, në prerje se sa ato të mashkujve, por këto vitet e fundit po ta shohësh, kostumet janë pak a shumë si çantat, si janë shumë unisex. Mund edhe një gocë ta vesh një oversize jacket të një burri dhe duket shumë fajn dhe shumë fashion. Kështu që varet pastaj nga kërkesa e klientit, po nëse vjen një klient dhe thotë dua një kostum të vajzës, tamam me prerje më femërore, e realizojmë dhe atë patjetër. Okej, domethënë nuk është se është ndonjë procedurë më komplikuar, se kjo pak a shumë është e njëjta ide. E njëjta ide, thjesht kjo konstruksionit e prerja pastaj ndryshon. Para se kam edhe disa pyetje që do t'i lexoj, se i kam kështu të modifikuara posaçërisht, po para se të kaloj aty se folëm pak çfarë, edhe ishte edhe kjo pjesa e manifestimit, se si ndodhin gjërat edhe se si ke përfunduar ti domethënë në këtë lloj pune. Do ma shpjegosh pak domethënë si e sheh perspektiva jote këtë gjë, kjo pjesa që presupozohesh ta bësh të punë edhe si ka ndodhur këto ngjarje. Më kupton? Unë, kur kam qenë shumë si fëmijë, unë gjithmonë kam shiku këto telenovelat spanjoll dhe gjitha ato gjërat, e kupton me fame edhe money që kanë qenë related, gjithmonë e kam dasht, e kam manifestuar të gjën. Edhe pastaj gjithë rrugtimi ka ndodhur step by step, pa menduar shumë, thjesht domethënë qëllimi im ishte fama dhe një jetë
relativisht e mirë ekonomikisht, Okej. edhe Stable. po, ose i qik edhe më shumë. E kuptoj, po të paktën, do me thënë të paktën stable, okej. Do ishte mirë, por që, do më thënë, këtë e kam dash kështu, pa e mendu, thjesht ishte ajo gjëja inside me, edhe mendoj pastaj rrugtimi pse punoj sot në këtë industrinë e modës edhe punën që e bëj, pastaj ka qenë mas nej ajo që mi ka ofru këto dy gjërat. Edhe mendoj që këtë e kam manifestu dhe e kam sot këtu. Kur thua manifestim, se kjo çështja është bërë pak, më duket sikur është pak all over the place. Ç'a do të thuash specifikisht? Do me thënë, kur ti thua që unë e kam manifestuar këtë gjë? Si? Për shembull, unë e kam manifestu me kur e kam mendu vetën, e kam mendu First Page Magazines, e kam mendu in every famous TV show, e kam mendu në për gjithë ato festivale që kanë qenë. Për shembull, e kam pa festivalin e Cannes, themi, kur isha si më i ri. Manifestimi është ajo dëshira si unë kisha qenë prezent aty, dhe e kam paremnu vetën, kur e kam pa ndonjë celebrity si ka lëviz, si ka hyrë te ai tapeti, e kam mendu, nuk e kam pa vetëm celebrityn, po e kam pa dhe vetën. Edhe kjo gjë pastaj ka ndodhur. Për shembull, unë isha vitin 2024 në red carpet të Cannes Film Festival. Dhe ky është manifestimi, sepse ti e manifeston, edhe pastaj kur vjen momenti dhe koha duhur, ti do ta kesh atë. Ose kam manifestu Paris Fashion Week për të pas sfilatën time. Thjesht kur i shifsha këto big designers dhe kisha në mendje dhe isha o zot sa do doja të isha aty, po jo vetëm kështu me fjalë, po thjesht emotionally, do më thënë gjithmonë e kam parë vetën, e kam vizualizu në për ato sfilata, në për ato vende ku janë bajt, edhe për mua kjo është manifestim pastaj. Po si stash edhe ty, këto 2 vitet e fundit, po, mendon, më falë, vetëm që ta prek pak të pjesën, mendon që ka ndodhur në një mënyrë konsciente apo subkonsciente kjo gjë? Subkonsciente mendoj unë. Nuk është se ti ke qenë kështu, unë kështu funksionon kjo gjë dhe këtë duhet të bëj, edhe të vizualizoj. Jo, nuk e kam mendu në atë gjë. Subkonsciente, po edhe sot tani që kam më shumë njohuri rreth kësaj edhe që e kuptoj pak më ndryshe, sot nuk e sforcoj më, se kishte një periudhë kur e sforcoja atë gjën, se doja këtë, doja atë dhe u mundosha ta manifestoja këtë vizualizimin shpirtëror, emocional, edhe në mendje ta vizualizoja, po momenti që diçka nuk del vizuale, nuk është meant for you. Kështu që kohëve të fundit i kam lënë gjërat rrjedhin. Everything that it's meant for me do vi në kohën dhe momentin e duhur, se dhe unë fillimisht kur fillova, gjërat erdhen i qik pa planifiku, për shembull në atë kohë ne kishim shumë kërkesat klientave, po që unë nuk kisha staf të mjaftueshëm që të realizonim këto gjërat. Dhe duke pas parasysh gjithë këtë punë dhe gjithë këtë experience background, tani jam më i përgatitur për ta bërë këtë gjë, për t'i marrë parasysh. Po, dhe t'je më stable, më serios të puna, dhe mendoj që every step, prandaj nuk i manifestoj tani më ato gjërat e mëdha, sepse mendoj që kjo ndodhin në kohën e vet dhe momentin e vet. Ose Venice Film Festival, ose gjithë këto event, ose gjithë këto revenue si kemi pas si business, ose arritjet dhe sukseset, mendoj që do vinë kohën e vet, sepse disi mendoj sepse secili prej neve kemi një mission në jetën tonë, dhe nëse është ky misioni im, atëherë do e bëj atë gjën. Po, ti s'ke mision tjetër, vetëm ky është, ne kemi nevojë për kostumet e tua. Kostumi më i shtrenjtë që ke shitur. Ti me qëra jep kostume? Jo për faktin që unë nuk du, se kjo do ishte biznesi më i mirë në fakt, po nga që veshjet e tona punohen për personat adekuat, janë shumë personalizuara, edhe ato që kemi në atelier në showroom, janë të masave standard dhe nuk është se mundet me i bë çdo personi. Do të thënë, nuk shesim veshje që janë seri, po shesim veshje unike, vetëm one piece. Prandaj kjo nuk na mundson këto idene të dhënërit me qira. Tani na dit në temë. Nuk e di, tani çmimet varet sa nga kërkesat që ka klienti, sa kohë merr, sa punim ka.
Okej, bëjmë kështu, më jep më të lirin që ke shitur, edhe më të shtrenjtin që ke shitur. Për shembull, currently, starting price që kemi për një kostum, për me bë një kostum, fillon nga 850 euro. Okej. Më standardi dhe pastaj ikën lart, varet pastaj edhe nga materiali. Po, ta marr një shembull, për shembull nëse një burr do një kostum Loropiana me material të Loropianës, se Loropiana është normalisht edhe kostume të veçmas, këto materialet, shtofe të veçmas, 1 metër një Loropiana fabric. Okej. Starton nga 300 euro dhe 600 euro. Po, normal për një që janë edhe kostum kosto. tani, Po. 600 euro metri, mu vyn 4 metra, që të bëj matematikën ty, Po. do me thënë del 2400 euro vetëm materiale që do e marë. Dhe që do e sjell nga Italian Kosovë, dhe që do e punoj ekipa, dhe që do e dizajnojmë, dhe gjitha të gjëra, tani sa mund të dalë. Kupton? Gjithmonë varet nga kërkesa e klientit, varet sa pundore ka ajo kërkesë, edhe pastaj që të varion nga më të ndryshmet. Po, e Prapë se devijove, morë. Po, s'ka gjë, si të duash. Jo, thjesht. Në qoftë se ti ke dëshirë ta lëm vetëm plus e lëm. Paktën të kam startupin. Po. A ke objektiv të bëhesh më international, like qa është objektiva më afërt që ke, qa po synon të bësh? Fakti se jam në Shqipëri. Okej. Po objektiva, normalisht tani me rrjetet sociale jemi worldwide, e kupton. Nga këto ads e këto social media strategjisë që i bëm, ne shesim çdo vend botës, mirë po me lokacion. A ke shumë orders nga Po, jashtë? kemi gjatë të kohës orders. Okej. Po një lokacion të tretë e mendojmë Shqipërinë, nga që dhe turizmi po zhvillohet shumë këtej, edhe nga që aksesi i njerëzve të cilët potencialisht internacional porosisin të ne, që ta kemi dhe një showroom në kryeqytetin e Shqipërisë. Kjo është objektivi më i afërt. Nuk e kam vë me datë, me muaj, me vit, thjesht E ke si synim? E kam si synim, e kemi si synim si staf, si shtëpi e modës, pak a shumë edhe si nevojë. Për arsye se ne kemi shumë kërkesa në Shqipëri, edhe me idenë e forecasting që Shqipëria po bëhet një vend shumë i zhvilluar, më potencial, më internacional, mendoj që ka dhe nevojë edhe vetë Shqipëria për një shtëpi mode ku gjithçka është e personalizuar, ku eksperienca e blerjes, se nuk e di, se nuk ka që kam shumë eksperiencë në Shqipëri të eksperienca e blerjes, po kur vjen te Mr. X, është një eksperiencë ke tjetër, ne do merremi me ty emotionally, do të konsultohemi, nuk është se vetëm te bletë e veshjen, po gjithë procesi pastaj është eksperiencë, dhe këtë eksperiencë që ofrojmë ne si brand, nuk është se është shumë e pama ose përjetuar. Shto këtu faktin që çdo veshje Mr. X ka deri 1 vit garancion. Do të thënë është një gjë shumë e rëndësishme, që kushdo që blen veshjet e ne ka 1 vit garancion, për faktin që kjo veshje po desh rimodelim ose përmirësim, se ka njerëz që për shembull brenda 1 viti mundet edhe të lëvizin në peshë, të humbin ose të shtojnë, dhe për faktin që ti ke paguajt këto lek për këtë kostumin, po normalisht, ato plusin, që është vetëm plus, që ta përdorësh in order to use it, kemi dhe këtë garancionin që për shembull nëse shto peshë do ta lirojmë kostumin që të bie prapë edhe mbas 1 viti. Do me thënë është një... E kanë ateliet përgjithsisht, se kisha gjuar nga njërë si koncept me thënë drejtën, shumë interesante. Po, nga që ne punoj vetëm me kualitet shumë të mirë të materialeve, kemi një staf të mrekullueshëm të prodhimtarisë, edhe ne jemi shumë sigurt në atë që ne shesim, prandaj kemi ofruar dhe këtë garancioni, dhe them këto faktorët, eksperienca, garancioni, puna mirë, mendoj që Shqipërisë do ta pasuronte industrinë e modës që ka Shqipëria duke pasur dhe një brand si Mr. X. Absolutisht. Mendon se guzojmë pak më shumë në Kosovë me këto detaje të gjëra të sa në Shqipëri? Apo aty? Se mua më duket sikur stili është pak po nëse duhet me zgjedh, për shembull, mbase në Kosovë, po edhe në Shqipëri shoh shumë kështu brendet më dha, mashkull shqiptar që i pëlqejnë dhe i vënë, mendoj që edhe në Shqipëri nuk është se... Po, kjo është ideja se mendoj se në Shqipëri ju nuk e keni
dikë që të ofroj këtë dhe nuk është Të lloj shumë të stili, eksperimentimi, është më shumë të mundësia që t'jepet se unë e di vetë, kur kemi klient nga Shqipëria dhe që na kanë parë në rrjetet sociale, është saktësisht ajo që e ka dashur, po thjesht ky personi dhe ky klienti nuk e kishte mundësinë me e blej në Shqipëri dhe i duhet më ardh all the way to Kosovo. Edhe pse nuk është larg 3 orë rrugë, por që pastaj është gjerë dita se do vishte Normalisht do lokali. të shkoj dita me këtë lloj eksperience që në fund ditës unë mendoj që ti duhet ta shijosh përderisa Patjetër. po e zgjedh edhe do ta Patjetër. kalosh të lloj gjëje. Kështu që me të dhënë këtë përgjigje unë mendoj që mungesa e një designer ose një brendi të tillë e bën ndoshta Shqipërinë më less into being më që të jenë më të hapur në këtë lloj stili, po po. thua. E kuptoj, ama kur ti thua që një person që vjen nga Shqipëria gjen atë që ai kërkon tek dyqani jot, mendoj që ka të bëjë edhe fakti që ai e ka ditur se ku po vjen dhe e ka zgjedhur domethënë dyqanin tënd paraprakisht. Po. Se sa po të marrësh një general popullsi se çfarë realisht kanë qef, domethënë. Pavarësisht se ti i bën gjitha llojet e kostumeve dhe mund të rrim te më baziku deri te stile. Patjetër. të Domethënë çmendura, te na jemi të njohur për kualitetin dhe cilësinë që ne e shesim. E pastaj është sekondare kjo gjëja që domethënë jemi më eksperimentues, jemi më ekstravagant për ata që duhen të jenë më ekstravagant dhe pastaj këto janë gjitha më sekondare. Normalisht pastaj edhe eksperienca në vetë dhe këto gjithë që i përmendëm garancione, pastaj janë dhe këto faktorë që të bëjnë me zgjedh brandin ton në top of other brands Absolutisht. që janë worldwide. Absolutisht. Vesh kostume për ditë? E di si është, unë po e vesha një Duhet të kostum thuash po, nuk ka Jo, përgjigje po, tjetër. patjetër që veshi. Okej. Se ndihem shumë më ndryshe konfidencën kur vesh një Absolutisht. kostum, edhe kur jam shumë, nuk e di, mbas edhe puna ose nuk e di, ose nga që ajo që bëj unë dhe shes unë, por që unë do më shohësh gjithmonë me kostume, ndoshta ajo patjetër të zi, por që patjetër me kostume gjatë tërkohës, edhe pastaj edhe kur udhtoj në aeroplan, nuk është se s'kam pa shoh ndonjëherë edhe me kostume, po shoqëria më thonë, më nxu fryma kur po të shoj me kostume dhe në aeroplan, them, thjesht është, si me thënë, një uniform që më jep shumë konfidencë, më jep rahati edhe ndihem shumë mirë. A nuk mendon që edhe të bën pak të sikur sillesh më ndryshe kur ke veshur një kostum, edhe gestikulacionet, edhe Patjetër mënyra se se po. si flet, edhe të gjitha sikur ndryshojnë. Po, se sa kur ndryshojnë je me shumë. tuta, e kupton? Po, ndryshojnë shumë. Edhe qasja njerëzve towards you ndryshon normalisht. Okej. Më thënë dukesh më serioz, më njerëz, nuk është se qasin e kanë shumë më me akses se sa kur je me tuta, domethënë është pak më ndryshe, por që that's me edhe that's the way I am, kështu që. Absolutely. Nesër le të themi Reksi martohet. Do veshësh ti diçka të bërë vetë. Patjetër që po. Okej. Patjetër që po. E kam shumë të vështirë me vendos, sepse kam parë nga më të ndryshme. Okej. Edhe mendoj që kur she aq shumë dhe kur eksperimentojmë aq shumë për gjithë ata njerëz që kemi punuar ndër vite, them unë do të shkoj më me basic suit. Jo, Por unë që- nuk e di, unë nuk të vi në dasa, në shoh se ti vishesh bazik. Por që ta shohim kur të vijë momenti se si ndihem Okej. edhe çfarë gjëra do vesh. Po një gjë është e sigurt se do kem ca gjëra jo vetëm një, mbase sepse tani Që do jemi ndrohesh te e po thua ndërkohë Po. gjatë dasmës, okej. Po se tani për shembull te ne një dhëndër kur bën kryesisht 2 deri në 3 kostume. Se është kostumi që ikën me marnusën, Okej. pastaj është kostumi që do e veshësh për kurorëzim, që është në qërsh ose mbaret nga personi. Pastaj janë dhe me që nuset po i ndrojnë tani 2 fustane ndarse më hyn me një më të gjerë dhe një më të ngushtë, pastaj te prerja artortës edhe aty janë dhe 2 kostume që dhe ndryhyn, fillimisht me një kostum, pastaj kur fillon kjo after party te Po kam restoranti. përshtypjen që kjo after party është pak opsionale, domethënë nëse dhëndri ndrohet ose jo. Po tani kjo Po mirë, do influenca e ishte që, fustaneve po, bën po. që edhe dhëndrit që të mos ngelet me të njëjtën kostum, Absolutisht. që ta ndroj. Ka raste që ndoshta ndroj vetëm sakon, domethënë blazer, pjesën e nalme, po që janë minimalisht 2-3 opsione që zgjidhen. Dhe e bukura kësaj është sepse gjitha këto kostume mund t'i shfrytëzoj çifti edhe gjatë
kohës që bëjnë photoshooting, do më thënë, Okej. është një investim që ti po e bën jo vetëm për një herë, po për disa raste të ndryshme. Normalisht. Dhe nga kjo kemi ardhur edhe te ideja një garancioni, nga që ti po investon në këto 3 kostume dhe të mos i kesh vetëm për dasëm, po që ti modifikojmë pastaj në këtë një vit garancion, e që mund t'i veshësh edhe për raste. Modifikimet i thua edhe domethënë gjëra të tipit jo vetëm ngushtime dhe gjëra ti thua edhe Po, në stilim në diçka stilim tjetër. për shembull te jaka ose te Po, pullat kryesisht. Këto pullat që kam unë jam shumë casual, kemi edhe pulla që janë më elegante që bëhen me materialin e njëjtë të kostumet. Dhe po ti ndryshosh këto pullat për shembull ose ndonjë gjë të vogël të kostumit, duket sikur ke komplet një kostum tjetër. Okej. Ose nga kjo influenca e madheve e social mediave që të mos duken gjitha fotot njëjtë me një kostum, bëm dhe këto modifikime të vogla që duket më ndryshe dhe kostume. Okej. Kush është domethënë celebrity më i vështirë që ti ke punuar? Që ka pasur më shumë teka, që ka qenë shumë rregullu, pak të ma hiq, pak të vëre, pak të... Nuk e di, me thënë drejtën, me gjithë kemi kalu mirë, normalisht këta kanë qenë në kohën e tyre, nëse në fillim e kisha shumë me celebrity punë më të madhe, dhe ishin gjithë me ca teka. Ti kishe punuar dhe me Big Brotherin tani, ja? Po, Okej. po këto të Big Brother ndodhen pa plan, pa planifikim, po ishin gjërat ndoshta edhe më të bukura deri tani, sepse unë as nuk i dija masat e banorëve, as nuk i dija, kupton, po thjesht kur na kontaktuan familjarët e tyre që të kujdesemi për veshjen. Kryesisht me kë ke punuar në Big Brother? Klodi? Ne filluam me kushtrimin, pastaj vazhdua me klodin, lëndrimin, këto ishe tresha që ne kujdeseshim çdo prime. Më të bukurit. Prime-in e ishte 2 herë një javë, domethënë nuk ishte se ishte një herë një javë. Dhe kanë pasur kostumet më interesante. Po, i kishin kostumet shumë bukura, i punuam me shumë dashuri, sepse me thënë drejtën, edhe unë isha që i pëlqeja këta të 3, ishim kështu my favorites, edhe kur bëm veshjet ishte kështu interesant. Po tani po ta shohësh në Kosovë, domethënë gjithë maturantët, nga që është sezoni maturantëve, gjithë vinë me fotot e lëndrimit ose klodët që duan t'i kenë veshjet e tilla për matur. Edhe këtu është ajo që përgjigja jote që për tekat apo kur ti je visible te njerëzit, ka shumë njerëz që duan të eksperimentojnë, po thjesht nuk e kanë gjetur ende mundësinë se kush i krijon këto kostume. Për shembull, ato lëndrimit që i kemi bërë, dhe ato janë kostume shumë high fashion dhe nuk mund t'i gjesh askund tjetër, sepse vetëm duhet bën me porosia, kupton, gjithë ato detaje të cilit janë të punuara me dorë dhe kështu, janë gjitha të mirë menduara dhe janë shumë unike. Edhe pastaj njerëz kur e shohin që ka një mundësi të tillë në një designer, pastaj dhe i blejnë. Domethënë, kjo idea e eksperimentimit ekziston, mirë po jo gjithmonë çdo kush e ka mundësinë financiare ose një designer cili i bën, dhe këtu vjen Mr. X pastaj që është zgjedhja ideale për gjithë këta çuna që duhen duken me stil, që duhet duken të veçantë, vjen Mr. X. Te tekat ma devijove pak pyetjen. Po nuk i përmend dot. Po edhe ta ndërpreva pak unë. Sepse me gjithë këta që kemi punuar, punojmë edhe sot. A kupton, kështu që janë çikta, ç'ti bësh, janë celebrity. Mendoj se ka diçka të keqe, domethënë që ti jesh detajiste dhe të kesh fiksimet e tua për të rregulluar diçka. E kupton, nuk po them detyrimisht që kjo të merret në një kontekst negativ. Ti është një i famshëm për shembull që edhe e di ndoshta që është i fiksuar me stilin e vet, edhe ka çik më shumë teka se të tjerët. Patjetër, edhe përgjithshmëria është edhe më e madhe, sepse ai nuk, asnjë celebrity nuk e bën veshjen vetëm për vete, se paramendon gjithmonë dhe si do të pranohet dhe akseptohet te publiku. Shto këtu faktin që për shembull tani celebrityt kanë dhe një stylist, kanë dhe një menaxher, kanë, a kupton, një staf më të madh që i ndihmon edhe nuk është se po jo, që na bën neve edhe punën më të vështirë. Për shembull një rast, për shembull Tajna kur filloi në industrinë e muzikës, ne u kontaktuam nga menaxheri i tij, Rinorin, që kishin punuar edhe më herët. Edhe nga kjo idea që ishte shumë njerëz dhe shumë stil ndryshe dhe këto teka si thu ti, nuk erdhën deri te një bashkëpunim i mundshëm, dhe aty mbaroi. Kjo e bën
edhe prandaj kuptoj unë dhe celebrityt nëse kanë teka, sepse janë shumë çështje Po në shihesh një që mirë vjen në kuptim, konsiderat. E kuptoj normalisht. Në një Por mirë që, kuptim patjetër. ndoshta e keni mbyllur apo ka pasur ndonjë keq interpretim të situatës nga Jo, ndonjë nuk palë? ka Okej, pasur, okej. thjesht ka Thjesht qenë keni rënë dakord që kemi rënë dakord që nuk okay. bëhet gjëja dhe Okej. është mbyllur në mënyrë shumë paqësore, nuk është Shumë mirë. se se ka pas diçka më shumë. Më shumë bravo tajna dhe Reksi. Jo, mendoj që edhe kur gjërat nuk funksionojnë, në shumë e rëndësishme që mos t'i ngeli hatri, asnjë pale për çdo gjë mendoj në jetë. Po. Edhe vetë nuk e merr me stres gjën që ti po bën, e kupton, nesër pas nesër mund të kesh diçka tjetër, Po. jeta Sillet, rrotullohet e vërtet. absolutisht. Unë fakt desha të pyesja dhe ta mbyllja me këtë pjesën e një eksperiencë të çuditshme që ty të ka ndodhur, ti bëre share këtë eksperiencën tjetër, po ndoshta ndonjë gjë kështu weird në punë ose diçka që Neve që thoya mund se na bëj daily na përshtypje. bojnë, na ndodhin këto gjërat weird Okej. dhe kështu. Po për shembull, nuk e di, më të veçantë ose më interesante janë ato që të tregova edhe ty me family, Okej. se kur për shembull dhëndri martohet, vjen motra, vjen nusja, vjen nana e dhëndrit. Dhe këtu Po thua te ndodh- dyqani apo? Po, te Okej. ateleja kur vin, krijohet një lloj ndonjëherë atmosfere e mirë, ndonjëherë një kështu crush Ngritën, po. of ideas, And a kupton. emotions, se mendoj Edhe- që edhe emocionet bëjnë gjën e vetë aty. Edhe pastaj roli im nga dizajneri Po, kalon në po. psikolog, Okej. se duhet të menaxhoj dëshirën e mamit, dëshirën e nusës dhe dëshirën e dhëndrit. Ti plotësoj gjitha këto të trija dhe të Okej. nxjerrim një veshje që secili nga këta tre personazhat jetë i kënaqur me veshjen që realizojmë. Kështu që ndoshta këto janë ato momentet më interesante dhe më challenging që një designer mundet me i pas, sepse unë shumë mirë e kuptoj se nuk kemi të bëjmë vetëm me një klient këtë rast që është dhëndri, po janë edhe persona të tjerë të cilët janë të involtuar në atë Absolutisht. moment, siç e se ka te këngëtarët që kanë stilisi, menaxherin dhe stafin e tyre, edhe dhëndri ka nusën që duhet më përshtat, ka familjen që duhet më përshtat, kështu që Ky koncepti i familjes më duket pak pa sens që të futesh, domethënë te dëshira e personit që do martohet se çfarë do veshi, po ja ta në them një gjë Shqipëri- shumë interesante Na, se lutem, ti të do lutem. emra. Për shembull këtë Lumbardi që fitoi Big Okej. Brother 2, inshallah nuk ma merr ai për inat. Erdhi dhe ram dakord për një veshje që do e vesh ai në dasëm. Kishte një dasëm familjare. Okej. Ishte një kostum super i Ta bukur nga mos ishte koleksionit. martuar kështu në Jo, fshehur aty. s'është martuar. Ishte kostum shumë i bukur, shumë serios dhe ai vdiste për atë kostum kur e provoi në atelje dhe tha këtë do vesh me patjetër. Tani kur shkon ai në një dasëm më konservative nga vendi që vjen ai, baba i tij nuk u ndi komfort që Lumbardi shkonte atë shumë fashionable E kuptoj. në atë dasëm. E Dhe kuptoj, këtu e është kuptoj, influenca se dhe është- ai nuk e vesh atë kostum, vosh diçka ke tjetër. Dhe unë kur i pash foto thash, "Hey, çfarë ndodhi, mos ka ndodhur diçka me kostumin", po tha thjesht nuk bëhet që ta veshja këtu. Edhe këtu është ajo kontradikta që jo Absolutisht. gjithmonë dhëndri ka mundësinë me zgjedh çka don, sepse është dasëm familjare, pastaj edhe influenca e familjes mund të ndikojë Është në edhe pak pjesa Ballkanit, po shpresoj që të emancipohen me kohën. Me thënë edhe- drejtën edhe të familjet jashtë që janë shumë të pasura, është një kod veshje që ti duhet ta Ta ndjekësh. respektosh, po. Se nëse ke je djali Donald Trump, ti nuk mund të shkosh, Okej, them shembull, okej. ose një biznesmen nuk do Po ikësh ashtu ti. nuk ankohemi fare ne, pastaj të vim në dasëm si të duash. Okej, po e kuptoj. Po duhet ta ndjekësh atë, se ti përfaqëson jo vetëm veten tate, përfaqëson një familje të tërë në atë event, se dasma është më generale. Mendoj matura është ajo hapësira për me eksperimentu no limits. Mund të me eksperimentu sa duash, edhe Po, se vendos edhe vet. mosha e pranon, Është dhe mosha, edhe vibe i gjërat, ashtu, absolutisht. eventi që do bëhet, gjithë janë ashtu më eksperimentues. Pastaj është edhe një garë, se kush te maturantat është gjithmonë një garë, kush po vishet më bukur dhe më riç. Ne gjithmonë kemi Kjo garë është edhe te ne, thjesht tani është pak më e moderuar, mendoj, nuk është vetëm në maturant.
Unë gjithmonë kur vinë çdo vit vinë kështu një 2 çuna të familjeve me mëzën në Kosovë, dhe po i postuam në Instagram, pastaj do shohësh që gjithë ata tjerët i ndjekin, domethënë, sepse është një garë që E bëhet kuptoj, e kuptoj. për maturë. Dhe këtu mendoj që një mashkulli e ka të mundësinë e eksperimentimit për dallim nga dasma. Absolutisht. 3 këshilla që do t'i jepje dikujt për ta përmbledhur gjithë këtë që do të bëj punën që ti ke. Me thënë dikush që ndoshta po inspirohet nga ty. Unë mendoj që ta kenë një vizion shumë të qartë, çka duan të kenë për profesion, çka duan ta kenë në jetë, sepse vizioni nga i lifestyle që kanë dhe puna që bën duhet të jetë shumë e ndërlidhur. E para, e dyta mendoj që duhet të jesh shumë transparent edhe në komunikim, sepse communication is the key Absolutely. in order to succeed in life. Të jetë real me veten dhe me punën që e bën, edhe hard working, I guess. Okay. Çka do që nuk kupton hard working, edhe të puna edhe njetë, këto këshilla mendoj që janë shumë një bazament i fortë për të pas një karrierë të gjatë, nuk po flas, sepse për me qenë 8-10 vite në një biznes, nuk është është ndryshe të jesh 2-3 vite, se 2-3 vite mund të kesh dhe fat, po 10 vite me ndej dhe me vazhdu, vetëm fat nuk është. Edhe pasioni bën vetëm. Patjetër. Po mendoj që këto këshilla që the janë shumë general, do me thënë nuk është se janë vetëm për këtë biznes që ti ke, po prap shumë të vlefshme. Dhe shumë faleminderit që ishe pjesë. Faleminderit edhe ty. Unë nuk e di, tu them këtyre që të blejnë kostumet e tua, mendoj që they should already know, do me thënë. Do me thënë gjithë ata të cilët janë kurios për këtë bisedën, për këto kostumet që po folëm ne, le të shkojnë te faqja jonë Mr. X Fashion në Instagram dhe TikTok, që të shohim në për, ose këtu. Që të shohim veshjet, edhe nëse nuk i vyn ose nuk i duhet tani për tani, jam i sigurt sepse at some point in life nesër pas nesër do martohen ose absolutisht. Gjithmonë do t'i duhet. Kështu që ishte kënaqësi. Gjithashtu, shpresoj inshallah shemi të hapja lokalet në Tiranë. Absolutisht, normalisht, nëse unë nuk iki, po besoj do vi gjithsesi. Thank you. Thank you edhe ty. Na jap dorën kështu.